Universiteti i Prishtinës, institucioni më i madh publik i arsimit të lartë në Kosovë, ka shënuar 56 vjetorin e themelimit. Në këtë përvjetor u theksua rëndësia historike e këtij universiteti, jo vetëm si qendër akademike, por edhe si institucion që ka ndikuar drejt për drejt në zhvillimin shoqëror dhe intelektual të vendit. Ky universitet i krijuar nga fuqia e popullit që e përjetëson arriti të mbijetoj periudha tepër të vështira, diskriminimin e vazhdueshëm të popullit shumicë, apartheidin dhe dëbimin nga objektet universitare gjatë viteve të 90-ta, rezistencën civile dhe të armatosur. Universiteti i Prishtinës asnjëherë nuk u thye, asnjëherë nuk u ndal, gjithnjë vazhdoi rrugën përpara si një fanar krah për krah me fatin dhe synimet e njerëzve të kësaj toke. Roli i këtij institucioni të vetëm të arsimit të lartë atko ishte jashtëzakonshëm, edhe për neve është ndere kënaqësi që sot kujtojmë pikërisht themelimin e këtij universiteti. Ky institucion i shajt i dijes ka qenë qendër për arsimin edhe një pikë referimi për brezat e ri nga gjitha trojat me popullat shqiptare, duke kontribuar jo vetëm në ngritjen e tyre në aspektin profesional e shkencor, por edhe në forcimin e identitetit vetdijes kombëtare dhe aspiratave për liri dhe zhvillim qëndrueshëm. Në kuadër të ceremonisë, Universiteti i Prishtinës ndau mirënjohje edhe për Universitetin e Ljubljanës për bashkëpunimin akademik dhe mbështetjen ndër vite. Institucionet tona kanë një traditë të gjatë të përbashkët të bashkëpunimit. Ky partneritet është me një histori të përbashkët të shteteve tona dhe ngjashmërive sistemeve arsimore. Kolegë nga Universitetet e Ljubljanës kanë luajtur rol të rëndësishëm për ta formsuar sistemin arsimor në Kosovë dhe për të mbështetur reformat kurrikulare. Themelimin e Universitetit në Prishtinë dhe përshëndesin me gratësi fillimin e punës së tij. Universiteti i Prishtinës u themelua më 13 shkurt të vitit 1970, ndërsa më 15 shkurt u mbajt mbledhja solemne e kuvendit themelues, datë që sot njihet si dita e universitetit. 56 vjet pas themelimit, ky institucion synon modernizimin, reformimin dhe rritjen e standardeve akademike.